Në këtë edicion do të ndiqni. Në poligonin e stërvitjes në Babajt Bokës në Gjakov, sot është mbajtur dita e vizitorëve të shquar në kuadër të ushtrimit të madh ndërkombëtar Defender Europe 25. Alarm i rem për mjet shpërthyes në stacionin autobusëve në Gjakov. Një kënd lojrash është ndërtuar në hapësirat e xhamisë së Kusarit, si një nismë e mirë komunitare dhe shpirtërore. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në poligonin e stërvitjes të Babajt Bokës në Gjakov, sot është mbajtur dita e vizitorëve të shquar në kuadër të ushtrimit të madh ndërkombëtar Defender Europe 25. Forca e Sigurisë së Kosovës përmes skenarëve të saj ka shfaqur gatishmëri operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë luftarake me vendet partnere dhe të rajonit. Në ditën e vizitorëve të shquar në kuadër të Defender Europe 25 në poligonin e stërvitjeve në Babajt të Bokës në Gjakov, u mbajt ushtrimi ushtarak, ku po marrin pjesë rreth 1000 ushtar të FSK-s, të cilët përmes skenarëve operativ të përgatitur për këtë ditë demonstruan gatishmërinë operacionale me forcat partnere të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, forcat armatosura të Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut. Stërvitjen ushtarake e ndoqën presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministri i mbrojtjes në detyrë Ejup Maqedonci, si dhe general majorët amerikan Levone Compton dhe Michael Beck-Scheider. Sot është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Sot është një ditë kur ushtria jonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, edhe një herë dëshmoi në masa më të mëdha se sa më parë ndërveprueshmërinë me forcat aleate, në radhë të parë me forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatin ton më të rëndësishëm dhe strategjik në fushën e mbrojtjes dhe në çdo fushë tjetër. Ju sot e pat një ushtrim të shkurt, mirë po përgatitjet për atë që e pat ju sot dhe për ushtrimet që janë bërë nga 26 maji e tutje, janë bërë për më shumë se 2 vite, prandaj dua t'i falenderoj Forcën e Sigurisë së Kosovës, çdo ushtarak, çdo pjesëtar që ka marrë pjesë për profesionalizmin e tyre, për sakrificën e tyre dhe mbi të gjitha për faktin se e kanë bërë krenar një shtet të tërë Republikën e Kosovës me atë që kanë dëshmuar përgjatë këtyre ditëve. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se Forca e Sigurisë së Kosovës është duke i rritur kapacitetet dhe armatimet e saj, sidomos 3 vitet e fundit. Këtë ushtrim të rëndësishëm për ushtrin ton, për bashkëpunimin ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë nga NATO-ja, e në këtë rast konkretisht Republika e Shqipërisë, Republika e Kroacisë, Republika e Maqedonisë Veriut dhe Republika e Bullgarisë, kemi arritur që të tregojmë, të demonstrojmë fuqinë tonë, ndërveprueshmërinë që e kemi me NATO-n dhe në këtë mënyrë ta forcojmë kauzën tonë që antarësimi i Kosovës në NATO nuk është vetëm për dobinë tonë, por edhe për kontributin të cilin do ta japim. Edhe generalët amerikan Compton dhe Beck-Scheider çmuan lart nivelin e forcave të sigurisë së Kosovës dhe bashkëpunimin me ushtrinë e SBA-s. It's such a beautiful country. I'm honored to be back. I was here in 2008. Është një vend i bukur, jam i nderuar të jem përsëri këtu. Isha në vitin 2008 dhe 2009 në Bonstill. Është përmendur Defender 25 i shtrirë nga Norvegjia deri në Greqi e shumë shtete bashk dhe vendi juaj prites me përgjigje të menjëhershme është vërtet e pabesueshme. E vërtetuam edhe një herë se kur shtetet bëhen bashk për të shkëmbyer vlerat dhe për kushtimin ndaj njëra tjetrës, çdo gjë është e mundur. Ne vlerësojmë shumë këtë bashkëpunim dhe këtë marrëdhënie. Jemi shumë falendërues ndaj general Jasharit dhe të tjerët që janë këtu. It's been an honor
to be invited to act as the divisional. Është nder të jemi ftuar këtu. Dua të falenderoj presidenten, kryeministrin, ministrin dhe më i rëndësishmi shoku im i ri general Jashari. Të gjitha këto janë detyra thelbësore që i kemi vënë në listë për t'i ushtruar. Kemi arritur sukses. Kemi demonstruar ndërveprimshmëri të plotë sipas mendimit tim dhe do ta mbyll me këtë. Kam qenë këtu shumë herë dhe në këtë vend të bukur. Forca e Sigurisë së Kosovës dëshmuan dhe përgatitje të deminimit dhe përgatitje për armët kimike. Defender Europe 25 është ndër stërvitjet e mëdha ushtarake të organizuara nga NATO në Evropë. Një paku i dyshim ka ndezur alarmin për një mjet shpërthyes mbrëm në stacionin autobusëve në Gjakov. Nga policia thonë se pas ekzaminimit të mjetit të dyshuar, është konstatuar se nuk ishte mjet shpërthyes, ndërsa nga teatri i Gjakovës pohojnë se bëhet fjalë për një rekuizit që do të shfrytëzojë një projekt teatror. Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes në një nga autobuset e linjës Gjakov-Prishtinë. Shoferi i autobusit KM nga kompania e autobusëve Kushtrimi NM ka njoftuar mbrëm policinë për pakun e dyshim të nisur nga Gjakova për në drejtim të Prishtinës. Kryeshefi ekzekutiv në stacionin e autobusëve në Gjakov ka dhënë më shumë sqarime në lidhje me situatën. Ka njoftu punëtor që i ka marrë policia në stacion, më njerë kom ndalë dhe vetë vendgjores edhe ka qenë një pako që jep nga një zoj që ka jep që një porosi për Prishtinë, edhe nuk ka dalë dikush me morë në Prishtinë, pra po këthin autobus edhe kondukteri dhe shoferi autobusit kanë dyshu që është diçka mos është diçka eksplozive, ka marrë policia dhe ka dalë që s'ka qenë eksplozive për gjatë diçka rrezik edhe gjithçka është qetësi, nuk ka diçka për shqetësim. Ndërkaq ekipi ka kontaktuar sot me policinë për të marrë një përgjigje. Gazetëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elesaj, kemi pranuar këto përgjigje. Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes tek stacioni i autobusëve. Lidhur me rastin, në vendngjarje ka dalë njësia për deminim me policisë së Kosovës. Pas ndërmarrjes së veprimeve të mëtejshme hetimore dhe ekzaminimit të mjetit të dyshuar, është konstatuar se nuk bëhej fjalë për një mjet shpërthyes të vërtetë, por për një imitim. Aktualisht janë duke ndërmarrë veprimet të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Sipas burimeve të televizionit Syri, mësohet se mjeti i dyshuar ishte rekuizit të teatrit të Gjakovës. Albulena Kreziu Bokshi, drejtoreshe e teatrit Hadishehu, për televizionin konfirmoi se bëhet fjalë për një rekuizit të teatrit, e cila ishte menduar të huazohej për një projekt tjetër dhe se gjitha ka qenë paqëllimshme. Rreth 100 aksidente janë regjistruar në 5 muajt e parë të vitit 2025 në Gjakov. Albin Saqia, komandant, thotë se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, gjendja është më stabile, e gjithë kjo si rezultati veturave inteligjente. Rreth 100 aksidente janë regjistruar në 5 muajt e parë të vitit 2025 në Gjakov. Albin Saqia, komandant, thotë se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, gjendja është më stabile, e gjithë kjo si rezultat i veturave inteligjente. Njësia trafikut rajonal vepron me veturat inteligjente në gjithë rajonin e Gjakovës, duke përfshirë 3 komunat, Gjakovën, Malesheven dhe Rauvecin. Qëllimi dhe objektivat e policisë janë që t'i parandalojmë aksidentet, domethënë ta zvogëlojmë numrin e aksidenteve, të mos të kemë viktima në rrugë dhe përmes masave që ne i ndërmarrim, atëherë mund të them që kemi pas edhe sukses, e kemi arrit objektivat deri tash dhe do të vazhdojmë me arritjen e objektivave tjerë. Mund të them që gjatë këtij intervali, gjatë 5 muajve, domethënë prej janarit deri në muajin maj, e kemi një gjendje shumë të mirë. Sa i përket sigurisë rrugore, kemi rreth 100 aksidente janë më pak i krahasuar me vitin e kaluar. Komandanti i trafikut të rrugor në Gjakov, kapiten Saqia, tregoi edhe për funksionimin e dronit si një mjet tjetër i rëndësishëm në kontrollimin dhe monitorimin e komunikacionit. Gjatë gjithë kohës ne përpilojmë plane operative, i implementojmë ato plane në vendet që i konsiderojmë të rrezikshme, në kundërvajtjet që i konsiderojmë të rrezikshme. Kundërvajtja e rrezikshme konsiderohet tejkalimi i shpejtësisë, tejkalimit në vendet e ndaluara, përdorimi i telefonit dhe shumë kundërvajtje tjera. Ne përmes implementimit këtyre planeve përpilojmë edhe planin droni, ku identifikojmë ato zona ku i konsiderojmë që shkaktojnë aksidentet apo shkaktojnë kundërvajtjet dhe i marrim masat e duhura.
Tutje kapiten Saçia bëri të ditur edhe një marrëveshje që së fundmi është arritur mes komunës së Gjakovës dhe postës së Kosovës në lidhje me gjobat. Në javën e kaluar kem pas një takim me komunën, me kryetarin e komunës Gjakovës, edhe me kryetarët komunave tjera, komunës Malishevës dhe Raovesit, dhe po ashtu me zyrtarët të postës, dhe është arrit një marrëveshje trepalëshe në lidhje me shpërndarjen e gjobave të cilat shqiptohen nga policia me automjetet inteligjente, për shembull shpejtësi apo kundërvajtje tjera. Ato gjoba, domethënë, do shpërndahen nga posta në adresat e pronarit të mjetit, ndërsa pronari i mjetit është i obliguar, nëse nuk ka qenë drejtuesi i mjetit, që të tregojë që drejtuesi i mjetit ka qenë një drejtues tjetër dhe të gjitha përgatitjet e duar janë bërë, marrëveshja është nënshkruar dhe do të fillojmë me implementim. Me afrimin në sezonit veror dhe rritjen e pritshme të fluksit në akset kryesore, autoritetet bëjnë thirrje për më shumë kujdes nga drejtuesit e automjeteve. Një kënd lojrash është ndërtuar në xhaminë e Kusarit në Gjakov, si një nismë e mirë për argëtimin e fëmijëve. Krerët fetar thonë se në këtë projekt ka ndihmuar edhe komuniteti. Në xhaminë e Kusarit për herë të parë është ndërtuar një kënd lojrash në oborrin e saj. Kjo nismë ka ardhur si përgjigje ndaj frekuentimit të madh të fëmijëve në këtë xhami, duke u krijuar atyre një hapësirë ku mund të luajnë dhe të argëtohen, ndërkohë që prindërit ndodhen brenda në kryerjen e ritualeve fetare. Duke pa frekuentimin e madh të fëmijëve në xhamin tonë dhe jo vetëm, kemi vendosur që për më dashurit tonë mi organizu një kënd të lojrave ku fëmijët kanë mundësi mu marrë me aktivitete dhe mi kalu kohën për gjatë kohës kur prind janë duke u falë, fëmijët mi kalu kohën duke u argëtu në këndin e lojnave, edhe siç e dini fort mirë që xhamiat nuk kanë shërby vetëm si objekte ku besimtarët nënshtrohen ndaj Zotit fuqiplot, po kanë shërby edhe si shkolla në kohën e okupimit serb dhe kanë shërby si objekte ku kanë qenë edhe kuvende për të mirën e gjithë komunitetit dhe jo vetëm. Përveç përkushtimit të imamëve dhe komunitetit lokal, ndërtimi i këtij këndi lojrash është mbështetur edhe nga qytetarët që kanë kontribuar fizikisht dhe materialisht në realizimin e projektit. Prindët dhe fëmijët në përgjithësi e kanë pritur jashtëzakonisht mirë këtë gest human, sot që na kanë uru, kanë kalu për shembull afër xhamisë dhe na kanë përshëndet punën, dikush edhe ka ardhur na ndihmu fizikisht, dikush edhe materialisht, edhe kanë thonë që është një gjë shumë e bukur që krahas mësimeve fetare edhe mi ndonë një vend edhe një kohë për më dashurit tonë që mu argëtu në këtë ambient të bukur të xhamisë së Kusarit. Ky kënd lojrash përbën një shembull të mirë se si hapësirat fetare mund të shërbejnë gjithashtu si qendra komunitare, duke ofruar jo vetëm mbështetje shpirtërore, por edhe ambiente të sigurta dhe të gëzueshme për më të veçlit. Pa fund të bukuri natyrore mund të gjesh në këtë fund pravere në fshatrat të Novosele Uldët dhe Novosele Epërme. Gjelbrim, natyrë të qetë, tokë pjellore dhe relief mahnic janë vetëm disa nga bukuritë të këtyre dy fshatrave. Ekipi i televizionit Syri sot qëndroi në fshatin Novosel të Uldë dhe në Novosel të Epërme. Për më shumë pamje të bukura të këtij vendi dhe natyrën e këtij vendi, e ndjeki materialin në vazhdim. Ndodhur në një nga zonat më të qeta dhe më të gjelbra të vendit e fshatrat Novosele Ullët dhe ajo e Novoselës së Epërme, vijojnë të mbajnë gjallë traditën dhe ritmin e jetës rurale larg zhurmës së qytetit dhe ndikimeve urbane me një natyrë të bukur dhe një peizazh që shtrihet mes fushave të gjelbruara dhe pamjeve të bukura të dy fshatrave, të cilat ofrojnë një pamje mbërëslënse për çdo që kalon nga ajo anë. E ndarë në dy pjesë që pas luftës së parë botërore, Novosela e Epërme dhe ajo e Ulta, mbetet një shembull i mirë për të gjithë vizitorët që kalojnë përreth këtij vendi, i cili ofron gjallëri dhe gjëra të bukura si përvendasit të cilët janë ata që i mbajnë vullnetarisht fshatrat me pastërti dhe plot kujdes. Doktor Agrona Brashi, krahas përkushtimit të tij në shëndetësi, njihet si edhe një aktivist i palodhur në projekte komunitare
me qëllim të përmirësimit të mirëqenies ndërkombëtare, duke frymëzuar shumë njerëz për projekte filantropike. Prej 2 vitesh, doktor Agran Abrashi, internist i përgjithshëm, ofron shërbime mjekësore falas për pensionistët në qendrën e pensionistëve. Nismë kjo që sipas tij ka lindur nga ndjeshmëria dhe përkushtimi ndaj shtresave më të rrezikuara të shoqërisë. Është nevoja që u paraqit për këto shtresat që janë të rrezikuara nga shoqëria, si në aspektin shoqëror, social, po edhe në aspektin financiar, që me një pension 120 euro nuk i arrin dot të përmbushin gjitha këto nevoja që i kanë të përditshme, dhe me lindi ideja që kjo shtres me një, domethënë, pakujdesi dhe izolim të skajshëm dhe që t'ju ofrojmë këto shërbime falas, po jo vetëm të shëndetësor, po dhe shërbimet, domethënë, si vend takimi, ku takohen, luajmë me domino, shah, letra. Kemi kandin e librave, po edhe do të bëjmë domethënë promovimin e librave. Në njëjtën kohë ofrojmë shërbimet financiare, shërbimet juridike, edhe shërbimet preventive, të cilat i marrin kohë pas kohë. Tutje doktori na tregoi edhe për orarin kur është aktiv në këtë qendër. Orari i punës unë bëj çdo 6 javë dhe në 8 javë dhe punoj 1 javë. Me këta parasysh janë të smut kronik, që domethënë ka nevojë për vizita një herë në 2 dhe në 3 muaj, dhe fillojnë nga ora 10 dhe në ora 3 pas dite, mirë po për të tjerë që nuk janë pensionerë, më thonë që i njoh ose kërkojnë një ndihmë, unë punoj edhe 2 orë për orës 8 dhe në ora 10, më thonë vetëm për këta, kurse nga 10 dhe në 3 është rezervuar për pensionistë. Po dhe nëse vjen dikush tjetër, unë nuk e mbyll derën, po e kanë derën hapur për shërbimet. Përveç vizitave kanë filluar të sjellë edhe medikamente e ampula të ndryshme, shtoi doktor Abrashi. Përveç kësaj kanë filluar të mbi edhe medikamente dhe ampulla të ndryshme që nuk gjenden këtu. Edhe për arsye të domethënë çështë financiare që nuk kanë llogarit i paguajnë, kështu që për krah shërbimeve mund t'i ofrojë edhe një ndihmë në formë të banave. Nga ana tjetër, edhe pensionistët që marrin shërbimin nga doktori ndahen të kënaqur. Rrin krejt kohën, është shumë i zellshëm, rri krejt kohën këtu edhe i pret pacientet. Ai shpesh pacientet i shoqëron edhe me gjëra që pak a shumë nuk i përkasin pjesës së shëndetit, po është kontribues i jashtëzakonshëm. Për doktor Agronin, edhe pse e kom njoftën me emër shumë herët, më kalon për shtypje jashtëzakonisht kur e njoha për së afërmi. Ai përveç që ka në këtë qendër ku bën edhe kontrollin e pacientëve, përveç që ka kontribuar materialisht, ai kontribon edhe sot kësaj dite edhe me veprimtarinë që ka më lart. Në një kohë kur kujdesi për të moshuarit shpesh anashkalohet, figura si doktor Agran Abrashi rikujtojnë vlerën e humanizmit. Do të mbajmë, kjo do të jetë. Pasionantët e bicikletave kërkojnë të ketë më shumë shtigje të bicikletave. Alpinisti Besnik Dujaka njihet në komunitet si adhurues i natyrës, prandaj edhe përdorimi i bicikletës e ka të shpesht. Madje ai ka treguar edhe për benefitet që bicikleta si mjet i transportit t'i ofron. Bicikleta i ofron kënaqësi jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve, siç edhe i ofron adhuruesit të natyrës dhe alpinistit Besnik Dujaka. Në ditën botërore të saj, Dujaka tregon për benefitet që bicikleta si mjet i transportit t'i ofron. Zakonisht bicikleta nuk është mjet vetëm për transport, po me bicikletë dilesh është edhe një kulturë, e cila i ndihmon edhe transportit publik, i ndihmon edhe shëndetit. Po shka është një ma interesante është që bicikleta ti ofron të shijosh gjitha bukuritë, cilat nuk mundesh me asnjë met tjetër t'ja ofrosh dikujt ose ti përjetosh vetë. Një ndër arsyet që Dujaka përgjedh bicikletën është vizioni i pamjes që mund ta shijosh me bicikletë kundrejt mjeteve të tjera të transportit. 2 rrotat pa zhurmë janë shumë ma të vlefshme se makina, duke i ditë ekive që ajri cilin e shijon me bicikletë nuk e shijon me makinë. Ki një vizion të pamjes më të bukur, më të gjatë, më të prekshëm, e sidomos na që mirë me natyrën, këto kena veç primare.
Dujaka thot se has në vështirësi gjatë ngasjes së biçikletës në qytet, pasi ka mungesë të shtigjeve për to. Komuna zakonisht duhet të përgatit shtigjet e biciklizmit, të cilat i kena mangu në qytetin ton, hasim në vështirësi gjatë ecjeve, mos respekti i makinave, ku dihet në jena një mjet i vogël i cili s'mund t'i shkaktojnë dikuj problem, ata gjithmonë e shkaktojnë neve. Fatmirësisht e kena pak këtu afërve që është shtrati i lumit Krena. Këtu e kena një përparësi, po edhe këtu nuk mund të lëvizim shpejt, se ecin edhe banorët, duhen të kemi kujdes, ama si lëvizje e vogël fillestare është e mirë. Si një alpinist, Dujaka e ka studiuar terrenin dhe ka formuar kështu një grup për të soditur bukuritë e natyrës shqiptare, edhe me biçikletë. Si vjet do t'jetë viti 13, ku do t'a bëj turin e Kelmendit, kena pas pojetime të bukura, e kem pat varësinë e rrugës dikur të kohës turkut, si ka qenë me gur, mandej ka fillu të ndërtohet rruga, ajo ka veç bukurinë e vetë kur na e përjetojmë gjitjen në përleqet të Hotit. Dita botërore e biçikletave shënohet që nga viti 2018 çdo 3 qershor, për të inkurajuar të njerëzit përdorimin e saj, duke ditur të mirat e dyanshme që ajo ka si për njeriun, ashtu edhe për mjedisin ku ne jetojmë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell kanë bizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 12 deri në 32 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 13 deri në 32 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Moti Vranët e me diell pritet të jetë ditën e enjte, me temperatura që do lëvizin nga 15 deri në 33 gradë Celsius. 16 deri në 33 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga moti Vranët e me diell. Mot me diell pritet të jetë gjatë së shtunës, me temperatura që do lëvizin nga 16 deri në 34 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti me diell, me temperaturë minimale 17 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 35 gradë Celsius. Mot me diell dhe vranësira pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar nga temperatura që do lëvizin nga 15 deri në 32 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Në poligonin e stërvitjes në Babajt Bokës në Gjakov, sot është mbajtur dita e vizitorëve të shquar në kuadër të ushtrimit të madh ndërkombëtar Defender Europe 25. Alarm i rem për mjet shpërthyes në stacionin autobusëve në Gjakov. Një kënd lojrash është ndërtuar në hapësirat e xhamisë së Kusarit, si një nismë e mirë komunitare dhe shpirtërore. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syris dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.